Protesta kundër projektit turistik në Zvërnec vijuan për të 14 rata në Tiranë. Njëra qytetar, aktivist dhe banor mblodhën sërish në sheshtë të Tiranës dhe marshuan drejt kryeministrisë, duke qarë përdorjen e policisë së shtetit dhe pankarta në duar që kërkojnë anulimin e projektit në zonën e mbrojtur Pishpo-Ronard. Pjesa e ndërtimit natyrës sorti nuk ishte bën fare shqiptarëve, nuk ka shqiptar të punësuar. Qytetarët që janë atje duke luftuar dita ditës, janë luftarë që po merren zvarr, siç ka dalë edhe në pamje të tjera. Gjithë ky popull ka dalë pa parti. Jena gjithë vullnetarë dhe me fëmijë këtu. Trashëgim fëmijës tim të i lej vendin tim, s'kam asgjë tjetër. Zvërneci nuk do ta bëj fare, as nuk diskutohet ajo. Këto gjëra ai nuk do t'i bëj fare dhe shumë jo vetëm Zvërneci. Po dhe shumë gjëra të tjera ai nuk duhet t'i bëj. Do të pyesi popullin t'i bëj apo jo. Në fokus të debatit publik mbeten edhe investimet e lidhura me kompaninë e Jared Kushner, dhëndrit të presidentit amerikan Donald Trump, si dhe projektet e zhvillimit turistik në Bregdetin shqiptar. Ndërkohë, pas zhvillimeve në Zvërnec, Ivanka Trump ndau detaje mbi projektin në ishullin e Sazanit, duke cilësuar atë si një mundësi për të transformuar një ishull privat për 1400 hektarësh në zemër të Mesdheut. Kryeministri Edi Rama ftoi 20 përfaqësues të protestuesve për të zhvilluar një dialog mbi shqetësimet e ngritura. Protestuesit e refuzuan ftesën duke këmbgulur se kërkesa e tyre mbetet ndalimi i projektit. Rama deklaroi se edhe pse është i hapur për dialog, projekti nuk do të anulohet. Ta dëgjojmë çfarë tha. Nuk ka asnjë shans që investimi të ndalojë sa kohë do jem këtu. Dhe ndërkohë, unë jam absolutisht i hapur, siç kam qenë edhe në rastet e tjera, për të diskutuar me çdo që ka pretendime. Organizatorët kanë shprehur se reagimet publike do të vazhdojnë edhe në ditën e vijim, teksa janë paralajmëruar protesta edhe nga shqiptarët e diasporës në shtetet e tyre respektive.